13 zyrtarë të tatim taksave dhe 2 biznesmen janë arrestuar gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin. Në Korçë, pronari i Hotel Vjena është vënë në pranga pasi prej 5 vitesh biznesi i tij funksiononte i palicencuar. Ai akuzohet për fshehje të ardhurave ndaj shtetit. Ndërkohë, policia e Korçës ka nisur hetimin dhe për 9 inspektor të tatimeve, 3 prej tyre të larguar nga detyra në vitin 2013, të cilët nuk kanë ushtruar kontrolle në hotel. Sipas policisë, prej vitesh kontrollet në këtë biznes janë shmangur nga inspektorët, duke mos bërë të mundur verifikimin e dokumenteve. Në Fier, shtetasit Bledar Velaj dhe Ermira Sali, të dy me detyrë inspektor verifikimi në terren, akuzohen për veprën penale shpërdorim detyre. Gjithashtu ndalua dhe Lorenz Laka, administratori një pikë karburanti në Fier. Mbi të rëndon akuza e fshehjes së të ardhurave. Arrestime ka patur edhe në qarkun e Shkodrës, 2 inspektor të tatim taksave kanë rënë në pranga pas denoncimit të bërë nga bizneset për korrupsion. Gjatë javës që po mbyllet, u proceduan gjithsej 7 në punës tatimor dhe biznesmen.